Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Shumë po kemi qenë okej. Mire va. Taksa, master, doktoratur, Po, podcaste. Në fund. podcast po. Ose nuk të përshëndeta në fillim. E filluan direkt pa të përshëndetur nga djemt. Djemt të kanë shumë xhane edhe të përshëndesin, Meti dhe Tadi, i përshëndesin edhe ne këtu tani. Po më thanë, do t'i bësh shumë të fala Buçit edhe thuaj që ka suportin ton gjithmonë dhe duam dhe urojmë më të mirën që ta ndjej atë suportin ton direkt apo indirekt. Djem të ndjekin ndoshta edhe më shumë se unë, që ta dish. Më bëhet shumë qefi, s'di as të reagoj tash, domethënë, po që është shumë faleminderit, nuk diskutohet. Edhe unë kam zbuluar podcastin tuaj, që do jetë në description, pastaj nuk diskutohet. Ke nevojë vëlla apo jo? Jo, s'ka problem. Edhe më pëlqen goxha, domethënë. Normalisht për ata që nuk e din, ju e keni prej një viti e pak, podcasti në Kub. Jo në Kub, në Kub. Në Kub. Në apostrof Kub, në Kub. Në Kub. Edhe është një platformë, domethënë që është goxha atraktive, domethënë. Për mua është aq atraktive sa që unë kur e kam zbuluar, i kam parë gjitha episodet për 2 ditë. Falenderoj shumë. Që i kam larë, kam shplarë, kam nderur roba, domethënë, gjatë gjithë kohës i kam bërë binge komplet derisa vajta tek 11-ta. E dëgjuan ta? E dëgjuan, no? E dëgjuan. U dëgjua kjo? Po. Nuk diskutohet fare, kështu që shumë faleminderit. Nëse doni t'i bëni binge, thjesht kategorizojnë, ndajnë kështu si ilaçet, pas buke, para buke. Po. Po, mund të tregoj pak për podcastin tonë. Ç'a bëhet o plak? Ore në fillim është që ku i gjen kohën ti me gjithë këto gjëra? Me mastere, doktorature, pune, jep leksione aty në punë këtu. Do të tregoj unë gjithashtu, që kemi kohë është e premte sot po jemi pushim. E premte është shumë me energji, premte. Ja. E çuma. Po ne kemi plani jon ka qenë që të fillonim podcastin diku te afër 2 viteve tani. Kemi qenë Pilem Bajmond Fix, kam ngrënë vaksinën e parë, ka qenë qershori 2021. Kemi takuar me 2 djemtë e tjerë, ne të 3, kemi qenë në Marseille një fundjavë, pastaj një muaj apo 2 muaj më vonë jemi takuar edhe në Luzan. Aty ka pasjetuar Tadi fillimisht. Tadi na ka prezantuar si ide që ai mendonte se ne kur jemi 3 bëjmë diskutime shumë, le të themi, të zjarrta, po pozitive këtë zjarrta, jo kështu të marrë zjarr kot. Dhe mendoj se ore sikur ti regjistrojmë këto siç flasim ne lirsh me njëri tjetrin dhe shohim ku shkojmë me aty. Në përgjithësi nuk është se ke një ide shumë të qartë kur merr një iniciativë të tillë, po edhe shumë iniciativa të ndryshme që është shumë e rëndësishme dhe ky është një mesazh që unë mund ta jap, që të kesh një iniciativë vetëm filloje, si ndoshta s'ke për të qenë kurrë gati, po ti mendosh që rat shumë. Ndoshta asnjëherë s'ke për të qenë gati. Kush është ai që është gati për çfarë do të bëjë? Po edhe se ti çfarë është gati në fundit, se hajde ta definojmë tani. Hajde që çfarë është gati. Kështu që ne e morëm këtë iniciativë, bëm një kërkim të shpejtë për ca pajisje që na duheshin, pjesën teknike. Nga mënyra e organizimit menduam që të kemi gjithmonë një të ftuar dhe pastaj ndryshuam pak të si koncept, tham, okay, nëse nuk gjejmë mjaftueshëm njerëz, disa episode mund t'i bëjmë dhe bashkë, vetëm se duhet jemi më tepër të organizuar kur jemi vetëm ne 3. Kështu që ne jemi përpjekur të gjejmë individ që ne i quajmë apo i trajtojmë si një vlerë e shtuar e shoqërisë tonë. Kudo qofshin që këta janë, në Shqipëri apo jashtë Shqipërisë, nuk është se jemi të limituar në aspektin gjeografik, duke qenë se jemi virtualisht siç je edhe ti. Nuk limitohemi me një vend të caktuar, e kemi pas këtë avantazh nëpërmjet teknologjisë sot që t'i kontaktojmë njerëzit kudo që janë edhe të regjistrojmë një bisedë me ta.
Ne jemi fokusuar te individ që kryesisht kanë pas diçka në mendje, një iniciativë, kanë qenë të suksesshëm në një fushë caktuar dhe kanë qenë të motivuar për diskutuar për këtë suksesin e tyre apo për këtë motiv që ata kanë pas. Kështu jemi fokusuar fillimisht, kemi kontaktuar disa njerëz dhe diskutojmë për tema të ndryshme. Ne kemi folur për ushtrinë, kemi folur për arsimimin, kemi folur për ngrohen globale, kemi folur për librin, për artin, kemi folur për financat, kemi folur për gjëra shumë të ndryshme, për neuroshkencën, çështje sociale të ndryshme, domethënë nuk kemi limituar pak a shumë ngjashme edhe me ty në një fushë caktuar, po kemi dashur që me të vërtet një bisedë që bëjmë të sjellim pak pozitivitet nëpërmjet asaj bisede, ndoshta edhe pak të qeshura, edhe pse nuk është ai qëllimi kryesor, po disa individ me të vërtet me vlerë për ne, që ndoshta nuk gjejnë shumë hapësirë televizive apo edhe kohë, edhe motivim, ndoshta nuk kanë pas që të shfaqen para kamerave, ne t'i bëjmë këto gjëra dhe t'jetë shumë e aksesueshme për publikun shqiptar, për ato qindë pak ndjekës që ne kemi sot, që ndoshta arritën të ardhen dhe vlerësojnë punën tonë, se siç e the ti dhe dua të prapë aty te koha që ne japim, ne shpenzojmë jashtëzakonisht shumë kohë, duke qenë se jemi kaq të ngarkuar. 10 meti ka qenë përfundim të doktoraturës dhe ne kemi pas një periudhë disa mujore, thuajse pa aktivitet, se meti është editues i videove dhe nuk mund të thuash o met le doktoraturën në burajtë për sa episode. Kështu që koha ka qenë me ulje ngritje aktiviteti jon. Tani kemi gjetur pak a shumë një strukturë dhe këtë ta jep koha, pastaj një eksperiencë që fiton prej mbi një viti tregon pak koha si të organizohesh edhe më mirë, se të duhet edhe pak marketing në social media, në mediat sociale, të duhet edhe të gjesh një farë konsensusi midis punës që ti bën, angazhimeve të tjera dhe podcastit, dhe që të kesh një farë strategjie për të qenit, le të themi, i vazhdueshëm me ato episode që ti jep. Domethënë që të presin njerëzit, ore këta kanë filluar edhin episode çdo 2 javë tani, e kupton, u bë 2 javë të dalja e video radhës apo jo. Domethënë krijohen edhe ca pritshmëri nga ndjekësit që ne duam t'i përmbushim. Si e gjejmë kohën për gjitha, duhet të jesh shumë i organizuar. Duhet që mos të kesh jo thjesht të shirë, po mos kesh atë idenë që hajde dalis ç'a dalin nesër, ç'a do bëjmë nuk e di, po e shohim. Domethënë duhet t'i harrosh këto gjëra, duhet të jesh i strukturuar edhe në pikën që po vlla mos i bie telefoni tani s'ta ngre dot se nuk jam i lirë, kupton se ne kemi këtë shqiptarët. Ore do të pyesja diçka dhe i bie telefoni. Këto gjëra minimizohen më vonë me kalimin e kohës, je edhe me familjarë kur flet ju thua i shkruan 2 orë para, bëj një call pastaj nga ora 8, s'kam shumë kohë. Domethënë unë jam në punë thuajse 5 ditë javës, i ngarkuar, pas ditet ndonjëherë sport, ndonjëherë podcaste, sa herë të tjera qëndrojmë shumë i gjatë në punë, se jam edhe doktorant, edhe duhet të eci pak me publikimet e mia dhe me punët kërkimore dhe shkencore. Kështu që kështu i bëjmë. Ca kohë tjetër që mund ngeli i kaloj në për udhëtime, dhe kështu do me koha shumë e limituar. Por që gjithkush ka 24 orë në ditë, kohën e kemi gjithë njësoj, nuk është se unë kam 26 dhe Buçi ka 23, të gjithë mund të bëjnë më të mirën për ato 24 orë që ka, mund të flesh gjuhën shumë rahat, 7-8 orë, dhe të shpenzosh orët e tjera në mënyrë të strukturuar dhe atë del. Ne nuk po bëjmë shkencë të madhe. Që shtoj ti kotëlla, ku ke ko pasaj ti kish kafe, thash do ikim se s'rihet. S'ka ko kafe. Këtu është kafja 4 euro e gjysmë. Pse dalësh të pish kafe, por mund të aftosh në shtëpi gjysore dikë. Hajde ta bëj un kafe, thuaj edhe ikim. Hajde. Shiko, këtu s'ka kafe. Është shumë përgjegjësia, domethënë se si njerëzit reagojnë, domethënë është ti përmendë pak më përpara që ne jemi dhe deri diku nuk jemi të fokusuar me një temë.
E unë e bëj këtë në mënyrë personale sepse unë kam qef që edhe të nxjerr episode plus 16, mbas edhe episode plus 18, por I dua shumicën që të jenë kuriozitete. Gjëra që unë nuk e di valla, kupton? Çfarë folën në pjesën e parë? 85% atyre gjëra unë s'isha dëgjuar asnjëherë për shemb. Po. Edhe nuk kisha për të dëgjuar ndonjëherë ato nëse nuk do ishin për bisedën, sepse unë nuk do futesh në Google dhe them si definohet parajsa fiskale. Asnjëherë në botë, e kupton? Edhe unë jam shumë fan si personave, edhe individ, dhe në jetën e përgjithshme, njerëz që takojnë në rrugë, për shembull etj, që takojnë në punë, kafe. I kam për zemër persona që jo të bëjnë se u janë gjithallog, kështu si analistët të opinioni, po të din 2 fjalë nga çdo gjë, e kupton, që të heci pak muhabeti, që të mbahet pak muhabeti, sepse duhet të dier njeriu, domethënë nga një gjë të vogël të japë një kontribut në debat. Se nëse unë s'marr vesh fare për shembull as nga taksat, as nga gjërat, mundohesh sa duash të ma thuash, po s'kam për ta kuptuar, sepse unë nuk kam asnjë lloj bërthame. Ose nuk kam asnjë lloj atë fundamenti poshtë, mungon komplet, domethënë, kështu që nuk mund të kuptoj se çfarë ti duke thënë. Edhe prandaj vendosa domethënë që nga fillimi I këtij viti ose nga fundi I vitit që kaloi nga fillimi I këtij viti vendosa që ta ndryshoj platformën komplet domethënë. Pa kemi folur edhe pak më parë që normalisht kaloj në video form nga audio form që ishte vetëm. Dhe e kam në plan domethënë që të vazhdoj të mbaj me persona që mua më duken që ja vlen. Domethënë, por më amena që do vi një pjesë që do edhe nëse unë nuk jam shumë I bindur. Mendoj se prap do I merja në podcast sepse ndonjëherë nuk I dihet. Ndonjëherë ai individ mund të ketë diçka që unë nuk e shoh, po e shef njëri tjetër. E kupton? Kështu që pse unë nuk jam zoti, nuk mund të di unë. Por që normalisht jam në të njëjtin mendim me juve, domethënë që duhet të ketë pak interes për të. Duhet të pëlqejë ky individ deri në një farë pike se. Po, se s'mund të shtiresh të bësh kot sikur je interesuar për diçka edhe hajde sa ta mbyll. Ke shumë të drejtë. Edhe ne kështu mendojmë, në pikë të parë domethënë ne jemi shumë ndjehapur për gjithkush që ka dëshirë dhe kryesisht nuk është se neve po na vinë njerëz dhe po na kontaktojnë aman dua ti në podcast, kështu që jemi ne ata që I kontaktojmë. Shumë pak raste janë që na kanë shkruar tani së fundmi. Po, ideja është që ne jemi më ndjehapur dhe pritshmëritë janë kryesisht poshtë. Domethënë, unë jam shumë I gatshëm dhe kam I dëshirë pa parë për të folur me një individ që ne kemi ftuar, sepse karakteri I tij apo ajo çka ai person ka arritur me të vërtetë më bën që unë të jem kurioz për këtë individ. Dhe tjetra është që për te kuriozitetit, siç e the ti, mëson gjëra shumë të reja. Domethënë, ne nuk jemi gjitholog, nuk I dim shumë gjëra që ndodhin rreth rrotull nesh, por të kesh atë dëshirën dhe të jesh më ndjehapur për të dëgjuar dhe për të thithur informacion të ri, I ke këto benefite sot kur fton disa njerëz fushave ndryshme që ti si ke pas as në një hobi të madh, as njohuri shumë të madhe nuk ke. Dhe nuk je thelluar kur ndoshta për atë fush, kur I dëgjon këto nga individ që janë shumë të motivuar, se thash një nga gjërat kryesore që ne kërkojmë te individët është të jenë të motivuar, jo ti marrësh sikur kanë pistoletën këtu në kokë dhe po flasin janë këtu. Po. Motivimi atyre përcillet. Dhe detyrimisht edhe ne jemi shumë më të lumtur që ti dëgjojmë ata dhe të flasim dhe të mësojmë gjëra të reja dhe të krijojmë njohje të reja, jo thjesht të flasim atë 1 orë, 2 orë aty bashkë edhe kaq. Ideja është të krijosh njohje të reja, të njihesh me njerëz interesant, fusha të ndryshme. Dhe një gjë e fundit që do thosha për qëllimin e podcastit tonë është që ne do jemi shumë kurioz si do na duket kur ti shikojmë këto videot pas 20 vitesh, 30 vitesh. Dhe kur ne të jemi në fund karrierave tona profesionale afër pensionit, t'i japim njerëza episode edhe me sever, me pak djath. Sa melankolik do ndihemi apo sa të bukura apo sa të shëmtuara do na duken, domethënë do jetë ai është qëllimi final I podcastit. Është shumë që e bukur pra. Unë nuk I shoh episodet e mia, zakonisht. Ne kam nuk e di, nuk është se nuk më vjen për shembull të dëgjoj se çka kanë folur, se zakonisht edhe I mbaj mend shumicën e gjërave edhe më duket sikur e përsëris vetëm, po ndonjëherë kur
të duan të bëj një video që nuk e mbaj mend fikse ku tha filan batut për shembull, më duhet t'i rikthehem ta gjë që ta presë dhe ta të bëj atë marketingun e vogël në social media për clickbaiting, për phishing që ti sjell në YouTube dhe Spotify. Edhe prap kur është në një episod që ka kaluar, domethënë del e zëm të hënën, të ente unë futem me pa prap duket në një që shife atë që vetëm thak, kupton? Është goxha më ndryshe kur je pjesëtar në bisedë, domethënë, dhe është goxha ndryshe kur e shikon se i tretë. Unë në fillim, për shembull, i kam dëgjuar episodet sepse doja edhe se më shpërbente si kritik ndaj vetes se doja t'ia dalësh jo tani e ndjej unë dot këtë, ose ja thyroj një shokut për shembull që thoshte plaku ma thuaj cop si është, domethënë ndjesh sikur po merr pjesë ose ndjesh sikur ka një farë lloj energjie. Ka pasur në disa episode për shembull që siç ka qenë zëri i ulët edhe isha duke folur që nuk përcjellej asnjë lloj energjie. Edhe normalisht me këta duke i vënë këto gjëra, domethënë kuptova që shifet se ashtu nuk bëhet, sepse nuk është atraktive, sepse është mërzitshme. Rritëm, rritëm. Rritëm. Po keni arritur në atë pjesën plakun ku shkruajnë njerëz të fiksuar ndonjëherë? Ç'ne pse bëre këtë? Po do ja përgjigja se po duhet shtoja diçka të qyteti para. Ndoshta një prej arsyeve pse ti nuk i shef episodit që regjistron, një e theti që unë isha aty dhe i mbaj mend çfarë fol, po tjetra është faktori kohë. Domethënë nëse ti e regjistron të ënën dhe do ta dëgjosh të njëjtën, është pak si shumë e freskët ajo. Ti i mban mend ato akoma je po i njëjti Buçi apo Bleon nga e ëna në të njëjtën, s'ka ndryshuar gjë në ty. Ama Bleoni sot me Bleonin pas 5 vitesh mund të ketë një perspektivë shumë ndryshe edhe për jetën dhe për botën, po edhe për atë diskutim. Ti ndoshta ke marrë informacione ndryshme apo në varësi edhe të temës, ka evoluar komplet principi, ideja nuk është më e njëjtë fare. Taksat ndoshta, ku di unë, s'do jenë më kështu. Pas 10 vitesh e ti thua, shiko si kanë qenë ato, çaj desh kemi pasur ne, si paraqitej termi parajs fiskale. Kështu që ndoshta kjo nuk ta shton apo nuk të ngjall një interes për t'i dëgjuar ato që regjistron, se është shumë shpejt. Me kalimin e kohës ndoshta mund të na ndryshoj perspektiva. Pyetja jote ishte për na shkruajnë individ, na japin feedback domethënë. Po feedbacku, vetmime, kritika, sharje. Unë kam qejf të di ç'është shkruaj njerëz. Pa emra. Nuk ka nevojë të më thosh filani në këtë ditë, në këtë orë. Po kemi pas kohët e fundit është shtuar goxha feedbacku, fillimisht kemi pas vetëm këto familjarët tanë, shoqet ngushta që i dëgjonin edhe na jepnin komente private, ne. Edhe ne kemi komshie që më jep gjithmonë. Po edhe ne ja transmetonim njëri tjetrit se avantazhi apo disavantazhi jon krahasim me ty është ne jemi 3, ti je tek pull. Kështu që ne nëse dikush më shkruan mua për atë episod, unë ja transmetoj edhe djembe, edhe grupit tonë që ne punojmë. Edhe kemi pas fillimisht, siç thash, rrethin tonë të ngushtë që kishin pasion për ta dëgjuar edhe ata, dikush edhe mall, edhe sikur shmallet kur na shikon edhe kur bëjmë muhabet, shoqëria jone e përbashkët për shembull në gjimnazit. Edhe ky ka qenë feedbacku fillestar. Sot ne jemi shumë krenar dhe shumë të lumtur që ne kemi arritur të kemi ndjekës që nuk i njohim fare. Jo thjesht shohin një episod dhe mos bëhen të gjallë, po që i kanë ndjekur disa episode dhe na kanë kontaktuar, domethënë, ose ndonjë koment ose ndonjë kështu reaction, kryesisht pozitiv për momentin, se ndoshta edhe nuk kemi qenë edhe ne shumë ngacmues me temat, nuk është se kemi pas diçka për të provokuar akoma për momentin, por në varësi të temës, sa më i madh të jetë provokimi, ndoshta aq më tepër reagim do ketë edhe negativ kryesisht, kështu që ne edhe komentet negative kemi marrë fillimisht kryesisht për organizimin, domethënë mënyra organizionale apo teknike, jo zëri këtu, jo po kamera atje, apo pse u shkëput kjo, gjëra të tilla na i kanë treguar njerëz. Pastaj për kontentin apo për përmbajtjen e diskutimeve kanë qenë kryesisht pozitive reagimet. Edhe
thash domethënë jemi shumë të lumtur që kemi krijuar njohje të reja dhe njerëz që na shprehin hapur atë feedback që atë kanë pozitiv, apo çfarë do ndryshonin, apo edhe çfarë temash duan që ne trajtojmë të ardhme, se dhe kjo është diçka që ne duam të jemi sa më afër dëgjuesve dhe t'i themi ore, nëse kemi një temë që është shumë interesante për ju, na tregoni dhe ne përpiqemi të gjejmë një individ, ose nëse ju keni një individ shumë interesant, prap mund të na e referoni dhe mund të bëjmë një episod për ju. Së fundi na ndodhi që edhe na kanë kontaktuar individ që si njohin fare, domethënë e kam parë aty edhe ca hajde se kuptojnë formatin, më shkruajti dikush para 2 ditësh, por si bëhet për një intervistë aty te ju, kupton? Edhe po përpiqesh aty toja, shko se fillimisht falenderoj shumë për interesin, po nuk është se preferojmë të formatin e intervistës, ne duam të bëjmë një lloj bashkëbisedimi dhe të ndajmë opinione dhe pikpamje ndryshme dhe të flasim për tema ndryshme. Dhe pastaj kur I thua këtë, po pra të e kisha domethënë, po si bëhet për atë. Ty të shkruajnë kështu, ke njerëz që thonë, ore, po, jo, unë nga që në fillim nuk kam qenë as në kamerë, më me të gjitha, domethënë, unë kam lloj. Jo, thjesht nuk e kemi pasur atë. Nuk e dija unë që ekzistonte Riverside, e kupton, edhe nuk isha mungesë informacioni fillimisht. Pikërisht, ishte mënyra më e thjeshtë për ta bërë, thashë, okay, marrim të gjën e bëjmë kështu. Dhe bravo të qoftë se dalim prapë ajo që filloje se rrugës do I mësosh gjëra. Ti je shembull I mirë për këtë. Ore jep se do I mësosh rrugës sa gjëra të tjera. Ata një individ, domethënë, un kam një bazë shumë të shëndetshme që më japin feedback shumë të mirë, në fakt, që janë shumë këta, I duan shumë. Persona që nuk I njoh fare, domethënë, ose nuk I kam njohur, se tani ata janë miqtë mi online, domethënë që I kam dhe një si tip backup controlling, domethënë që ndonjëherë ata dinë se si funksionon, tamam si auditi që e shohin ndonjëherë, domethënë se si mund të ecin gjërat dhe thonë që shife plak ose jo vetëm nga ana teknike, jo zëri kamera tjetra, por edhe pjesa e temës, e kupton, edhe në momentin kur un ka pas konflikte, se un jam goxha më inflamator, që edhe lëshoj gojën, edhe them gjëra për shembull që të shkaktojnë problematika më të mëdha. Normalisht edhe I shkaktojnë, edhe më vinë mua mbrapsht këto të tjerat edhe keq kuptohen të njerëz patjetër edhe kjo baza që kam më shumë mirë të thonë që domethënë ender muhabetit mos e çaj travi plak ose ti do flasësh ashtu për ka një treg për gjithë secilin, kështu që ne të ndjekim për ato lloj gjëje edhe vazhdo bëje. Po një vështirësi që kam hasur domethënë nuk e di nëse është e njëjta gjë me juve, është pjesa e arritjes, sepse domethënë arritjet tek audienca, se edhe unë I kam shumë dëshirë që ata të komentojnë tema, personazhe etj. Po është shumë e vështirë nga 2000 ca ndjeksa për shkakun kur bëhet një poll, vete apo nuk vete 60 apo 70, domethënë votues. Ka meme domethënë që I hedh ndonjëherë që vjen ato më shumë like se sa vota, domethënë për një temë apo për një dukuri, domethënë bilen nga përqindja Twitteri, që është shumë herë më dobët se sa Instagrami, në përqindje reaksionin e ka shumë herë më të madh se sa Instagrami. Po është formati për të rrugë Twitter, që nëse je në Twitter ndoshta si edhe ai shumë pasiv se në Instagram. Instagram ne jemi kështu, kaloje, jepi, swipe, dhe ndoshta jo detyrimisht të vëmendshëm në kontentin që ne shohim. Kurse në Twitter, edhe varësi të ndjeksave, nëse ke ndjeksa që janë shumë më të gatshëm të thithin informacion aty, detyrimisht do kesh edhe një reagim më eficient, do kesh një përqindje më të lartë të reagimit të ndjeksave se sa në Instagram për shumë. Ne s'kemi Twitter. S'di të them. Mund ta provojmë. Duhet flasim me pjesën e marketingut. Jo, ideja është domethënë që unë shikoj ka vështirësi të veta, domethënë është mirë për mendimin tim mos ta hapësh diçka se sa ta hapësh ta lësh pas dore. Unë kam bërë ato gabime, domethënë kjo është këshilla ime që do të jepja. Unë kam hapur akaunte domethënë që thjesht nuk I mbaj ato më para fare sepse nuk ishin aq atraktive sa për tu mirëmbajtur, po edhe ti bësh deletion, domethënë ta si ishon ataj, domethënë
që ta heqësh nga publikimi atë faqe, që Ta fshish. Ta fshish komplet, më thënë të vjen keq. Që s'do ti në qoftë se e hape ajo nuk ikën më. E kupton? Se nuk të lë ai krimi për brenda, thoj ti pa lërë se më vetë në njëri, po lë të shofi në njëri, kupton? Plusë janë tamam molje, ma çok uzi, se janë disa platforma që nuk ta lejojnë për shembull, nëse hap në një account edhe fshin nuk hap dot me atë adresë accountit, të fillosh pastaj nga e para. E kupton, do të fillosh të hapësh adresën tjetër, kështu që sa më mirë në mënyrë pasive. Si në 2008 kur hapnim account për poker. Hap 4-5 Facebook që të lozësh poker se ke chipsa. Pikërisht, kështu që ndonjëherë, po e ke pasur kur lozim poker atëre edhe nuk e ke lodhur Farmville ti? Kam loz. Për shembull, unë nuk doja të lozja Farmville. Po unë lozja Farmville se më thashën ato, e kupton? Edhe fillon, domethënë ajo pjesa ku nuk e bën më për qef, duket si detyrim, duket si po korje bari vërtet aty, apo ato perimet. Është puna ajo, shok, është diçka serioze. Pikërisht, e kupton edhe të forcon karakterin, të disiplinon Farmville, po se kemi kuptuar atëherë. Se kemi qenë çik psikopatër me atë Farmville. Po ideja është që nuk duhet ta ose unë, si Bleone kam vendosur që nuk duhet ta çoj veten time në atë mënyrë që të duket gjëja si punë. Sepse nëse më duket si vetëm, ose s'ka ndonjë gjë të keqe puna, unë jam dashamirë si punës, jam flamurtar që njerëzit punojnë gjatë gjithë kohës, diskutohet, po që jo që të duket si tregë, një gjë që duhet ta kesh gjithmonë mbi shpaha, domethënë që mos duhet të kesh pak atë qefin, e kupton, duhet të marrësh edhe ti çka mbrapa, domethënë jo vetëm të hedhësh gjatë gjithë kohës, të duhet duket si një transakcion, një jep merr, domethënë nga ti dhe platforma, duhet të bësh qef që gjithë kohës, duhet të pëlqej. Duhet që edhe ti kur ngarkon një gjë ose kur i kthen një koment të qeshesh një herë, kupton se nëse ti gjatë gjithë kohës je duke justifikuar veten nuk është më qef. E më ka ndodhur disa herë. Duhet ta heqësh kollaren, thua ti, kur i kthen përgjigje komenteve. Ti je i chillter, pozitiv. Po. Ka nevojë për këto raportet serioze të themi të tepruara. Edhe unë me këtë parim jam që duhet jemi shumë më pozitiv, diçka apo një iniciativë që t'i merr përsipër, duhet patjetër t'i kushtosh kohë dhe t'i jesh serioz në atë që bën, por po të dha dashuri mbrapsht, apo po të dha emocion mbrapsht, apo diçka tjetër që ta bëj ditën më të mirë, nuk ja vlen, është sëmundje në fund pastaj. Kështu që gjithmonë duhet të mendosh si mund përfitosh nga kjo kohë që ti po shpenzon dhe të marrësh diçka mbrapsht, të kthehet në një mini pasuri, domethënë, që ti e ke nga kjo kohë. Por është hobi dhe do të mbetet hobi, e kupton? Kjo që bëjmë ne është hobi, domethënë, edhe ajo faqja që do përdorin për marketingun që do hapi podcastin hobi është, edhe duhet të qëndroj hobi, nuk duhet të kthehet në full time. Përpara se të kisha aty dje, domethënë se normalisht do hidhen me hapësirë nga njëri tjetër, dje më kisha kryetarin e KQZ-s podcast, Ilian Celibashi. E normalisht kishte për herë të parë ai që nisën podcast, unë kisha për herë të parë person të rëndësisë lartë, domethënë se është ai pirestashitën në prag zgjedhjesh etj, po që në fillim domethënë ato konfidencat nuk kujot Celibashi asani, po Bleone dhe Ilirian e ke parasysh edhe është në shumë pika edhe mendimin e vet personal me ca kota të bukura kështu, domethënë që po ti shifte gjyshja ime apo gjyshja jote, domethënë do të thosh no, po nuk i ka hi atij, ai duhet të mbaj pozicionin, e ke parasysh. Dhe këto janë gjëra të bukura. Po ja, kjo është ajo pasuria që ti je duke krijuar me këtë podcast, se krijon njohje të reja, komunikimi njerëz zhvillohet jashtë mase pafund. Ti ndoshta mund ta vësh re nga fillimi jot deri sot, mënyra se si kontakton njerëzit, mënyra se si ti nata me ditën flet për diçka, domethënë këtë e fiton shumë dhe kjo thjesht të bën ty një individ më të mirë, të bën një individ më të përgatitur për situata të ndryshme, kështu që kjo është shumë pozitive. Për këtë të KQZ-s, a folët, se ne do i ndjekim, nuk do themi çka ke folur, po për votën e diasporës u përmend gjatë? Nuk quhet spoiler, se normalisht episodi jon del pas atij.
Iliriani tha që unë kam misionin e jetës time, tha, jetës time profesionale, kryerin e votës për diasporën dhe jam i bindur, tha, jam shumë pozitiv dhe i bindur që në 2025 do votoni që nga aty ku jeni. Po, sepse gjykata, si e ka gjykata e Këshillit të Lartë, jo gjykata kushtetuesja, bravo. Kushtetuesja e miratoi, domethënë që ne shqiptarët në përbot të votojmë. Edhe neve nëna ka bërë. Por duhet ta kaloj parlamentin. Po pra po. Kështu që nëse bazë ligjore, tash ka bazë ligjore, do ta kanë ata. Nëse në 2025 nuk votohet me diasporën, çfarë lloj zgjedhje pa diasporën mund të quhet si jo kushtetuese. Domethënë pala humse mund ta përdori këtë si gjën më të fortë për ta hedhur në gjykat prapë dhe thonë nuk janë zgjedhje të drejta apo me vlerë. Po, ajo që thua ti domethënë tani që po mendoj unë, mirë e keti, sepse me këto numra të frikshëm që i kemi diasporë tash dhe të freskët, nuk po them ata që kanë ikur në 90-ën. Tani, me këto numra domethënë që kanë ikur tani, pse jo? E kemi prekur këtë temë ne te i ftuari jon te Florian Haçkaj, është një miku im në Syri dhe ai është lideri i një lëvizje që është krijuar para gati 3 vitesh në lidhje me diaspora për Shqipërinë e lirë. Jam edhe unë pjesë e grupimit aty dhe misioni tyre më i madh ky ishte, domethënë voti diasporës, le të lobojmë, le ta çojmë çështjen në gjykat, se është një drejt kushtetuese që ne e kemi, edhe u fituar në fund. Tani duhet ta miratoj parlamenti deri në fund këtij viti. Domethënë janar 2024 duhet jetë e kaluar. Po janë zgjedhje tani, nuk bëhet, s'ka asnjë shpresë që të bëhet një lëvizje tani, se kjo luftë nuk bëhet as për zgjedhjet lokale, po për ato qendrore në fakt. Normalisht. Do bëjmë këto zgjedhje lokale, do merremi 2-3 muaj me ato, jo vera, jo kështu, inshallah nga fundi i vitit, nga vjeshta, nga fillimi i dimrit, ta kalojnë në parlament edhe të kemi edhe ne drejtën të votojmë nga ku jemi. Dhe jo të marrin shqiptarët nga Athina, mira autobuse dhe të lodhen, të torturohen nëpër dogana, nëpër gjëra, të ikin votojnë. Të votosh nga aty ku je, si e bën gjithë bota. Se nuk e kuptoj domethënë që pse domethënë ai po e thoshte domethënë ai ishte goxha pozitive, nuk e prisa të ishte ai shumë pozitiv domethënë që ti do ta dëgjosh vetë, do ta shohësh domethënë. Po edhe unë kam ndjekur këtë çështje se thash jam pjesë e kësaj lëvizje të diasporës për Shqipërinë e lirë dhe ai ka prit gjithmonë grupin. Kanë ardhur grupi, kryesia është në disa vende ndryshme, por kur kanë ardhur në Shqipëri gjithmonë ja ka hapur derën, hajde diskutojmë, ju ndani atë eksperiencën tuaj, çfarë studimesh keni bërë, si e bën bota, apo ju dëgjoj, do ta ngrejmë zërin, edhe tekstualisht siç e the ti që e ka misionin e jetës ti profesionale, domethënë kështu e shprehur shpesh, kështu që shpresojmë 2025 mos të ketë rëmuj se në Shqipëri çfarë nuk ndodh, po inshallah e kalojmë edhe ta shkundim votën që këtej. Jo, aty shiko, do i groposim atë lloj parie, domethënë atë lloj elite, elite është pari në Shqipëri. Se jemi të pavarur nga ata, e kupton? Pak gjëra kanë dorë ata për mos të fare. Kjo është frikë e tyre, se ne e dim si funksionon Shqipëria, akoma jepet thesi me miell për votë, edhe akoma trëmben punonjësit e administratës të votojnë kundër, e kanë presione pafund e më trego çfarë bëre kështu me radhë. Ne s'kemi as edhe një lloj presioni nga ata, jemi komplet pavarur, vota jonë është reale dhe e vërtet, kështu që shpresoj të bëhet sa më shpejt. Mirë po, një fakt është shumë interesant, që nuk duhet mendojmë që voti i diasporës është detyrimisht kundër pushtetit. Mund të jap disa raste këtu, për shembull Turqia, nuk e di sa kohë ka që voton diaspora turke apo turqit nëpër botë, po për shembull turqit në Gjermani janë kryesisht pro Erdoganit. Po, Erdoganit janë gjithë, po. Edhe votën e kanë pro Erdoganit, dhe ti mund të mendosh si ka mundësi më vëlla, këta jetojnë në Gjermani, jetojnë një demokraci, e dinë si funksionon liria e fjalës, e gazetarisë, e gjitha me radhë, dhe këta duan Erdoganin. Kështu që
një frikë kam këtu që jo detyrimisht voti diasporës është siç mendojmë ne, sepse duke qenë se ne jemi në një bubble, miqësia jonë që ne ana shkolojmë një fakt, domethënë që në përqindje të popullsisë ne i kemi më të shkolluar se sa Turqia. Jashtë. Është shumë e drejtë kjo dhe shumë e vërtetë. Edhe megjithatë natyra jonë shqiptare, domethënë se si çan ajo ndjeshmëria jonë ndaj politikës, edhe ai që nuk është i shkolluar përse ka një mendim politik, domethënë, thjesht do një rotacion do e bëjë, kupton, thjesht ta hequr nga inati. Ke shumë individ të zgjuar, të kulturuar, të shkolluar shqiptar që jetojnë jashtë, që diskutoj unë edhe miqtë e mi që prapë thonë, "Ore, po ku t'ja japësh votën?" thonë. Okej, nuk dua t'ja jap Edi Ramës, po ku t'ja jap votën? Domethënë, edhe këta të shkolluarit janë me atë idenë që prit, se unë nuk e dua Edi Ramën, po s'kam një opsion tjetër. Kështu që edhe ky është një gabim shumë i madh. Kur ti mendon se një regjim nuk ka bërë mirë, ka pas kohën e dur për të bërë mirë, hiqe, pavarësisht e duhet të hequr, duhet rotacion. Nuk hyn fare këtu pika, jo po kë do votoj, kës do votoj. E tjetra edhe kjo vlen për dy anë, ato sa përsërim për të tjerët se është Edi Rama tani, po. Patjetër, si dihet kur del ky episod ndoshta s'është Edi Rama. Jo, po doja thoja që ne jetojmë në një bubble, ne të shkolluarit dhe ne të rinjt, që kemi shumë individ që ndajnë të njëjtën qasje me ne. Po ke shumë emigrant vlla që kanë ikur nga Shqipëria 2-3 dekada më herët dhe e shohin, e krahasojnë kështu domethënë. Po shiko si ka qenë Shqipëria kur ka migruar dhe si është. Shumë mirë jeni ju këtu, çfarë doni ju thonë. E kupton? Jo, po Shqipëria nuk është vetëm Tirana, edhe pedonale në Berat, e kuptoni? Po kur vinë, shiko, emigrant shqiptar kur vinë si turist në Shqipëri, nuk e jetojnë realitetin dhe janë shumë lart realitetit, apo larg. Dhe jam i bindur që një pjesë e mirë e tyre janë shumë suportues të qeverisë, sepse ecin me principin romantizojnë. Keni qenë shumë keq para 10 viteve, çfarë doni më ju? Edhe në Itali ka probleme kështu thonë, edhe në Greqi kështu ka probleme. Çfarë doni fush me lule? Dhe janë me të vërtet tifoz të Edi Ramës. Apo të Saliut kush kanë ngelur. Shikoj, disa kemi ne se ne kemi një përqindje shumë të lartë popullsisë. Kjo është thjesht ide e ime, domethënë, pa asnjë lloj baze. Unë mendoj se ne kemi shumë njerëz nga ata që thonë unë jam me fituesin edhe. E kupton që kur janë krahasisht ka gjithmonë në çdo tavolin lagje ka qenë një nga xhaxhat që s'kishte skuadrë, ai thoshte me atë që fiton jam. Po. Edhe unë mendoj që përgjithsisht si shoqërinë ne kemi shumë nga këta. Edhe kushdo që të jetë në pushtet, ta me këtë do jenë, edhe çfarë lloj gjëje të mira apo të keqe do të bëjnë ata, do ta gjejnë një mënyrë që ta justifikojnë. Për mua nuk janë këta problemi, se siç e the ti në një tavolinë një mund të ndodhi i tillë. Problemi janë ata që janë tifoz, që nuk kanë asnjë parim politik, nuk e njohin fare politikbërjen dhe janë socialist apo demokrat se baba i vet bëri diçka kështu edhe ku e di unë ja jemi familje demokratësh, ne jemi familje socialiste dhe janë tifoz. Siç jam unë milanist po themi, ai është demokrat. Nuk ka gabim më të madh që ti mund të bësh për të ardhmen e vendit, ta shohësh politikën si sport, si tifozlik. Nuk mund të jesh tifoz ti me një parti politike, sidomos në Shqipëri që partitë politike nuk kanë fare qëndrime të djatha apo të majta, nëse janë parti të djatha apo të majta. Janë një çork, një lëmsh aty që s'kan principe, nuk kanë parime dhe nuk e di, jam shumë kurioz me votën e diasporës çfarë do ndodhi. Gjëja shumë pozitive në këtë mes është që ne mund të kemi një përfaqësim në parlament më vonë. Dhe kjo është e vetmja që ne mund të fitojmë nga ky mes, sepse ka pafund mira vota diasporës, sikur ne të kemi 20 përbashkët si diasporë dhe të krijojmë një parti në Shqipëri që të kandidoj kot po them vetëm për Tiranën, duam të nxjerrim 1 apo 2 deputet, nëse shumica e popullsisë që ka ikur jashtë janë nga Tirana, po i supozojmë ka fuskot. Sikur ti të nxjerrësh 1-2 deputet i kesh parlament, ky është fillimi i ndryshimit. Po flisin edhe një çik për sistemën zgjedhor, se në grupin tim domethënë që diskutojmë temat e podcastit, ose në një nga grupet e podcastit që diskutojmë tema të caktuara, te ky që diskutojmë
shumicën e kohës kemi edhe me shumë ka shumë dashuri për këtë sistemin e përgjithshëm, domethënë që Shqipëria të jetë një zonë elektorale edhe gjithë atje me lista të hapura, domethënë. Jepi vëllai, urdhë. Hajde, zgjidhu po deshe. E kupton, jo me numra, jo qarku atje, leshi dreshi, e kupton. Hajde futu. Edhe megjithse ai Liriani më tha që modeli që ka Gjermania domethënë është më i shëndetshëm si model, që është një miksim domethënë, kështu. Dhe që kemi pasur dhe në kur e thaj, në 2001-2005. Kohën e Nanos, fiks kohën e Nanos ashtu ka qenë, doje një zonti, doje të ishe deputeti Berati, do kandidosh me dikë kok në kokë aty, kush del deputet. Dhe jo bën tani partia një listë me 8 veta për Beratin, edhe një gomar të vësh aty në vend 2, vend 3 të PS-ja do dali deputet. Do dali. Kështu që nuk është kjo e drejtë që kryetari i partisë të na bëj ligjin edhe të vendosi individ si do ai, vendos 8 individ për Beratin ai edhe po kjo është monarki plako, kupton. Jo monarki, po ajo është diktaturë. Ai është lord. Ka një, shiko, se ne kemi dhe faja tona në Berat. Të flasim për këtë feudalin e Beratit, domethënë flas shumë, se nuk e di se si çfarë konstelacioni ti ke. Ideja është që kryetari i Bashkisë Beratit ka qenë sa kam qenë unë i vogël, domethënë, edhe shumicën e vogël sistemi ka qenë Fadil Nasufi. Fadili, po. Për sa i përket performancës së tij, një nga njerëzit më të urryer, domethënë. Apo jo. Po, do thoja nuk e di kush është më mirë, mos të kesh performancë apo të kesh performancë negative. Edhe është deputet ai sot e kësaj dite. Po. Shkak sepse ashtu janë vënë lista. Tani një person që nuk ka asnjë gjë për të treguar në gjithë ato kohë që ai ka qenë kryetar bashkie. Me çfarë bazë dhe me çfarë fundamenti, me çfarë themeli ti këtë tip e nxjerr për deputet, se unë nuk e di. Po. Ka një fundament. Fundamenti është që ai ka aq vite në atë lloj zyrash, e njeh gjithë secilin që mund të korruptojë njerëz, mund të blejë vota, mund të bëjë këtë, mund të bëjë këtë. Është turpi domethënë që hahet me bukë për ditë, i futen ai një gotë birë nga mbrapa edhe këtë sistem qeverisje e nxiti shumë rilindja e Tiranës dhe është kap kot me njerëz me influencë në zonat caktuara, do i vendos në listë, pse janë të fortë e zonës. Do dal pak edhe te Fadili më vonë, ke zona ku do në Shqipëri, që ai thjesht është marrë me kriminalët e zonës, me të fortë e zonës, edhe i ka thënë, o zotri, ju jeni krau im. Unë do ju përkra, ama mua më duhen deputetët. Kështu që ju do loboni për mua, ndihmën time do e keni nëse unë fitoj. Dhe ai ka nxitur një mënyrë qeverisje kaq të shpifur, sa këto janë fakte, pastaj ti ke pas disa kryetar bashkie me procese kriminale të kaluarën e tyre. Domethënë, nuk janë treguar as vërtet në aplikim kur vendosin atë a kanë pas procese gjyqësore përpara apo jo, si quhet se harova na duhet ne ku dalim jashtë Shqipërisë, por ç'është ajo? Marrim një formë të gjykata te prokuroria. Pasyra penale, si quhet atë? Po, domethënë ata nuk janë treguar të vërtet rekord kriminal. Nuk janë treguar të vërtet me rekorde kriminale. Ti ke pas disa kryetar bashkie të Partisë Socialiste që kanë qenë tipa problematik. Kështu që nëse krijon një lloj liste të tillë ku ti fut forte zonës dhe njerëz me influencë, këtë do marrësh mbrapsht. Të dalin te Fadili. Fadilin unë e kam komshi. Jam rritur, domethënë, jemi dy rrugë paralele, e njoh shumë mirë. Mamaja ime ka punuar në bashki para Fadilit, domethënë duhet ka filluar në 2001 në bashki, ka qenë kryetar bashkie, ndoshta edhe më herët, 98, 99, pa fus kod jastiku kur ka filluar puna mamaja ime në bashki. Ka qenë ja 2 kryetar bashkie para, ka qenë një femër, s'po kujtohet emri, dhe ka qenë Niko Mata. Pastaj ka ardhur Fadil Nasufi. Fadili ka bërë 3 mandate, më duket, në Berat, që bie 12 vite.
Unë kam fëmijë vogël atere, i thoja prindërve, këtë do votoni Xhaxhi Fadilin se kemi komshi këtu, e kuptoni, isha, le të themi tifoz se komshi, djali vogël. Më vonë, do me thënë me kalimin e viteve kur ti rritesh e kupton çfarë bëhet në atë vend, e kupton sa pak zhvillim zona ka marrë dhe problematikat e komunitetit që ne ishim komshi olla, jemi afër, drejqitaj, edhe nëse nuk bën punë për qytetin, shtroje rrugën të lagja, vërn ndriçimin të lagja, bëj diçka të lagja. Deri në një periudhë shumë të gjatë, domethënë aty e ka pasur rrugën e shtruar deri tek vila vet dhe pastaj çfarë ishin mbrapa ishin komplet skeq. Domethënë unë jam fiks aty me atë, dhe ka qenë rruga me çakull, me pellgaçe, rëmuj kot. Ti mos të bësh kaq shumë për komshinët e tu të paktën që se do përplasemi, do takohemi, do shifemi, ku do vesh? Nuk mund t'jesh kaq i pacip. Kështu që unë kur e ka mbyllur ai, unë kam unë komplet respekt për atë, kur ka kandiduar për deputet me të njëjtën logjikë si ty, çfarë pafytyrësie mund të kesh ti më njeri që kandidon për deputet kur ti 12 vite ke qenë në këtë zonë, ke qenë kryetari i bashkisë, çfarë ke bërë? Nëse atë e pyeta mund të thoj kam bërë këto 1000 gjëra, por ne e dimë edhe sa gjëra tjera. Jo, asnjë gjë. Ja pra jo, ne jemi të dy jemi rritur domethënë të paktën ti që deri në klasën e 9 domethënë, edhe nuk ka asnjë më. Ne e dimë shumë mirë çfarë është bër. Si mund të kandidosh ti për deputet? Dhe ai e ka mandatin e 2 deputetit, se normale. Thash Berat i ka 5 Partia Socialiste nga 8, vër këtë duash ti. Është një popullsi tifoze, liet zonë uznovës të fundit për t'i hapur votat, si është shumë 99% PS. Është çmenduri. Unë kam humbur komplet respekt për individ që kanë pas kaq shumë kohë t'i jepnin diçka në komunitet dhe vazhdojnë marrin përgjegjësi. Pse merr përgjegjësi për të bërë deputeti, o shoku im? Pse e do këtë përgjegjësi akoma kur ti ke pas kaq shumë përgjegjësi në karrierën tënde politike? Janë gryksa zemra, ata nuk janë për ty. Dhe ke dhënë kaq shumë pak. Ik, hap krahun, ikëlla mos u përfshimo me këtë. Ke pas kaq shumë kohë dhe s'ke bërë gjë. Pastaj është edhe diçka tjetër në politikën shqiptare, që unë e besoj me vërtet dhe jo për t'i hequr ca pesh deputetëve, ministrave kështu me radhë, në Shqipëri po hyrën politik nuk del dot. Këtë e mendoj shpesh. Dhe i them kush e di sa të vërtetë kanë këta se këta janë aq shumë pisa kur vin pushtet, që premtojnë kaq shumë për individ caktuar që i sjellin aty, saqë kanë vështirë të ikin se si suportojnë dot më këto njerëz. Jo, do paguash mbrapsht, e kupton, nuk diskutohet fare. Nëse vjen ndoshta jo pa merit, por nëse vjen kështu si me një suport shumë të madh nga një grup interesi i vogël, duhet i përgjigjesh. Si këndot, nuk thua dot i shoh se do ikim, kaq ishte e mbyll këtu. Kështu që është edhe ky zinxhir që është krijuar në Shqipëri që nuk është vetëm faji i Fadilit, apo i tjetrit. Janë të gjithë fajtor. Kjo siç e thua ti është mënyra më e mirë për ta thënë. Mënyra më e keqe për ta thënë, që se the ti po e them unë, është fakti që ata janë të lyer deri këtu plako. E kupton? Kështu që nëse ai perandori të caktojë ty në atë post, as nuk i thua dot jo, e kupton se të ka në xhep me 2-3 herë të mundshme, domethënë me pazaret që kanë bërë me njëri tjetrin. Dhe kjo është pjesë e madhe, nuk ka pse të na vi turp apo që ti të qëndrojmë shumë mbrapsht, domethënë që ta them se është fakt. Ai i bën kurban, ai atë libri që ka shkruar ai mbas Biblës dhe Kuranit është libri më i mirë se ai, domethënë ka profetuar që ai do kurban, e ka gjithë severisën e tij kurbani, ka e nxjerr nga një kështu hes. Ishte Tahiri, ishte ky tigri tash. Shikojmë kush ka radhën më vonë. Është papërgjegjshmëri e madhe e Ramës, se kam 2 gjëra për shtuar këtu. Rama është kryeministri më i papërgjegjshëm që mund të mbahet më ndonjëherë, se në një vend si Shqipëria, që diskutohet, flitet aq shumë, njerëzit e dinë çfarë bëhet rreth e rrotull. Kur ndodh diçka negative, Rama del dhe thot nuk dëgjoj.
ka bërë ai Tahiri, nuk di që unë s'kam as informacion që ai është i përfshirë me këto. Po si dreqin të ajs pas këtij informacion kryeministri i vendit, që ai ishte i përfshirë me droge, kushërinjtë e tij, kur ti i fut tundët kudo, Rama i fut tundët kudo se do të krijoj atë imazhin televizion edhe propaganda e tij këtu bazohet që ai është aktiv 25 orë nga 24. Fytyra e tij del kudo. Krijoj televizionin e tij, i shan mediat, është kudo në Instagram, do të thonë sa edhe që hapi dhe podcast. Do të bëj dhe podcast tani, një individ i tillë që i fut tundët edhe kur vin 5000 doza vaksinë dhe veten në aeroport për t'i reklamuar, domethënë, di çdo gjë që ndodh në Shqipëri. Sepse ai nuk e lë ministrin të bëj punën e tij, kur vin 5000 doza vaksina që për mua është turp të dalë edhe si një qytetar, jo më si kryeministër, le ndoshta ministren apo ministrin kush ishte të shëndetësisë. Le të merret Manastriliu si e kishte ajo, mos dil ti. Ai del kudo, çdo rrugë që shtrohet do të futet, çdo projekt i fut tundët. Ama kur është diçka negative, s'ka mbajt kur përgjegjësia e individ. Nuk dia gjë, s'kam lidhje unë. Jo, po ç'ne unë, pastaj s'japun përgjegjësi për çdo individ që punon në dikaster, në këtë në qeverin time. Kështu që ai njeri ka ngritur edhe një model tjetër të papërgjegjshmërisë që është e frikshme shumë në Shqipëri, që njerëzit s'mbajnë përgjegjësi për gjërat që bëjnë, që thonë e kështu me radhë. Dhe diçka tjetër që kisha unë lidhje me politikbërjen në Shqipëri, është që unë dua ta shoh edhe si qytetar e Shqipërisë, dhe jo thjesht të shaj politikanët, por mbajmë dhe duhet të mbajmë ne shumë përgjegjësi për çfarë ndodh në Shqipëri, se ne jemi fytyra e qeverisjes. Unë jam shumë kritik, unë s'mund të debatoj me zjarr me komshin tim, se ndoshta aq kapacitet ka për të më kuptuar, po unë jam shumë kritik me prindrit e mi. Dhe unë kam debatuar fort me prindrit e mi këto vite dhe ju them brezi juaj, se prindrit e mi në 91 kur ndryshuar qeveria kanë qenë 25 vjeç, 26 vjeç, sa kishin mbaruar studimet, 24 vjeç. Brezi juaj i them e shkatroi vendin. Ju që ishit student në atë periudhë, ashtu siç doni të merrni merit për ndryshuar vendin dhe ta bënit më të mirë, ju edhe kalbët vendin. Do me thënë, jo në mënyrë direkte një grup individesh, po ai brez në përgjithësi kishte në dorë fatin tonë dhe mund të bënde mrekullira, tani ata e bën edhe më keq vendin, se ka 30 vite të paktën që vendi nuk është se janë bërë sa gjërat mira normale, por vendi ka unë e përkufizoja atë brezin e këtyre, jam plotësisht të njëjtin mendim, hera parë që më del një person kështu, domethënë me të njëjtin mendim. Jam i fikse të njëjtin mendim dhe unë e di si konsideroj ta. I konsideroj brezi Ksulkuqa. Se janë brezi që për të hecur sa më shumë në atë periudhën afat shkurtër, domethënë, lejuan disa njerëz të vidhnin, bën kompromise për jetën e tyre përditshme dhe haruan atë qëllimin afat gjatë dhe rruga e shkurtër i doli më gjatë në fund. Që u bëm 30 e ca vite që se çdo bëhet. Ja kush kosta më. Unë jam në Liechtenstein, ti je në Berlin. S'do donim ne të ishim me familjarët tanë. E bëjnë atë vend mut, si që kanë bërë, sepse njerëz të paftë ke kudo në administrat, njerëz të paftë që normale vinë aty të marrin një rrogë dhe nuk do ngrihen kundër vendimeve që merr qeveria. Ata janë të paftë. Ata e dinë që ato 4 vite do punojnë, edhe ku të bëjnë ndonjë lek që t'i japin prapë aty e t'i mbajnë punë aty. Kështu që nëse ti je i rrethuar me individ të tillë, duhet të shqetësohesh. Duhet të shqetësohesh, nuk mund të rish ti aty e të thuash ose nuk bëhet Shqipëria, kështu që ik jashtë. Duhet shqetësohesh, duhet ngrihesh, ne s'kemi kulturën e një ngritje masive të popullit. Apo edhe nëse nuk është masive, thjesht ta ngresh zërin edhe kur shikon por thjesht duhet të flasin se këta nuk flasin, këta hulin kokën në burta, janë turpi me buku, kurse nuk po iki vetëm për në shtëpia në Londër, o zotëria, doktoranti, fol, ke veten tënde ti kur shitesh pasqyr. Një doktorant që shumë mirë mund të ishte në Tiranë, dëshit të bënte researchin e vet, edhe një kontribut të jashtëzakonshëm, ta shndërronte atë Universitetin e Tiranës në një universitet të fortë në Ballkan. Po. Pse jo? Ç'a të keqe ka? Ç'a i mungon Tiranës nga ana gjeografike? Apo nga ana e lidhjeve që kemi me shtete të tjera? Ç'a na mungon përveç se vullnetit ton që jemi të prapambetur?
Ja akoma me ato karigjet, me ato kompensata që thyen kur ulesh, me ato shkumsa që kanë copa guri brenda. Se as shkumsa tu ka qenë. Kur i merr tenderat ashtu do fusësh gurë të shkumsi. I mban mend ata shkumsat, e ke për që them. Valla, po duhet të vjedhësh. Ky është modeli që është krijuar në Shqipëri. Nëse ti e merr tenderin 50 milion lek për të bërë shkumsa për shkollat në Shqipëri, do përpiqesh të fusësh ca gure brenda se del më shumë shkumsa në fund. Shiko, nga ana filozofisë politike, ose mu kam arritur dhe të një konkluzion që ne nuk kemi një çik shpiritin e sakrificës, edhe normalisht, ajo që do thosh gjëja e parë thosh ti, po ç'ne ti, buçi do flash për sakrificë, ti je në Berlin valla, ç'a sakrifice do na tregosh? Hajde bëj këtu vendin. Hajde bëje këtu. Po shiko ç'a ndodh, domethënë, edhe në fillimet kur e kemi nisur ne, domethënë që pse e shohim kështu që nuk ka shpirt sakrificës, që po futur në detaje, kur janë bërë episodet e para, ka pasur disa gjëra për shembull që janë thënë për persona të ndryshme, na ka ardhur 5 llafe mbas veti. Domethënë që jo mos flisni për këto se bëni dëmtoni. Kanë vajtur komshia e filanit, i ka vajtur babai të komshisë, e kupton? Në kafe, seriozisht, për zotin lart, pa të gënjur. Të patë si për burr. Edhe të imagjinosh, janë 2 djem literalisht duke tallur trapin o plak. Kupton që s'ishte asnjë gjë serioze, domethënë. Edhe thjesht ishte prag zgjedhjesh apo pas zgjedhjesh, çfarë ishte domethënë, për 500 views që kishim ne. E ka thënë se nuk kishim nuk është kishim na kështu me 40.000 apo 50.000. Ja televizion kombëtar. 500 views plako, edhe kishin vajtur, kishin folur të atit vetë në Shqipëri në kafe, e kupton? Edhe unë nuk po them që tani fillon të dalim plumbi përpara ose të vëmë gjoksin topit si Mitsokoli, urdo. Po mos u bëj servil valla. Thjesht to që anë të administratës, nëse ai tipi do thosh domethënë që bjeri më qafa ti ku do të kontrolloj ai, mos e bëj valla thjesht. Thoje bëra, okay, në rregull. E kupton? Nuk e kanë këtë njerëzit. Njerëzit marrin shumë seriozisht atë punën, e kupton? Se kemi, sepse edhe pse jam kritik me atë brez që kanë qenë të rinj në vitet 90, shumë gjëra i kuptoj, domethënë pse i kanë bërë ashtu. Nuk e di si do kisha reaguar unë po të isha në vendin e tyre, jemi në pozita të ndryshme, po kanë qenë brezat e parë ku një sistem shumë ndryshe erdhi, edhe pa dituria ka bërë të vetën, edhe koha vjen aq shumë shpejt, varet si jeti në cilin moment i jetës, ti sa je bërë baba po planifikon të bësh prind, ku e di unë, këtë sa gjëra shumë të rëndësishme, do të suportosh familjen se sa të lodhesh me politikë. Kështu që shumë njerëz i kuptoj dhe nuk dua që ti biesh shumë qaf, ama duhet një reagim. Nuk mund të rish dhe të flesh gjumë 30 vite, vjen një moment që thua boll, kaq është e mjaftueshme, duhet vi një kohë që gjërat ndryshojnë. Neve na kanë shtyr që t'ikim jashtë, nuk ka asnjë njeri që do ta lëri shtëpinë e tij dhe t'i Ne jemi shtyr shumë nga presioni i shoqërisë, nga njerëzit rreth e rrotullt, nga familja, ku di unë, se kur them familja, them familje gjerë me njerëz që njohim me kështu. Momenti është i sakrificës tani, vetëm kështu bëhet vendi. Sakrificë do të thotë ti lësh ti buçi gjitha çka ke në Berlin, ti lë unë çka kam këtu, ti lëm 200-300 me veta si ne këto gjëra dhe të kthehemi të gjithë në Shqipëri. Të kthehemi dhe të sjellim një frym tjetër. Nuk vjen ndryshimi me një njeri, absolut, ama nëse ka kaq shumë individi jashtë që ne mendojmë ka dhe ja vlejnë, sikur ne të gjithë duhet bëjmë kaq sakrificë, ndoshta ne e djegim të ardhmen tonë, ndoshta ne i djegim 20 vite nga jeta jonë sa të sistemojmë atë vend, ama vendet kështu bëhen. Gjermania u shkatrua nga lufta e dytë botërore dhe u desh me të vërtet një brez të punonin natë e ditë për ta sistemuar vendin. Ai brez nuk pa të mirë. Ama është një shprehje që thotë ti po qëndron në jenë e një peme se dikush e ka mbjell atë para 30 vitesh. Kështu që benefitet e frutet nuk i merr me njerë. Shumë njerëz. Po, dhe ai dikush që e ka mbjell nuk është ulur asnjëherë në atë jenë asaj pemës. Ai e ka mbjell me shumë vetdije që dikush tjetër do e gëzojë hijen apo frutin.
Kështu që ne duhet jemi altruist si individ dhe të punojmë si një komunitet i gjerë, si një grup i madh që të sillim ndryshim, vetëm kështu bëhet Shqipëria. Ne të gjithë përpiqemi të japim sadopak kontribut, edhe me një podcast ne jemi duke dhënë një kontribut, se po sjellim shumë të mirë në Shqipëri apo jashtë Shqipërisë, që ja vlen, që mund të motivojnë, që mund të tregojnë ty se ti mund t'ja dalësh në çfarë lloj profili që ti do të jesh. Ama është një moment që vullneti politik duhet të ndryshohet komplet, se ndryshe politika është afat shkurtër. Politikanët kanë objektiva afat shkurtër, nuk do t'ja di ai për të mirën e vendit në 30 vite, ai do që të fitojë vota për 4 vite në vazhdim dhe punon për 4 vite të tjera. Merr masa politike apo reforma që t'japin impakt për 2-3 vite të ardhshme, jo për 20-30 vite të ardhshme. Nuk do t'ja di Edi Rama që s'ka shqiptar që janë të gatshëm të punojnë për 500.000 lekë në ndërtim apo për 600 apo për 700, thot nuk e ti, ik merr në Bangladesh. Unë dua që ti të punosh, dua që ti të shtetësh produkte, dua ekonomia të eci. Ik, s'ka shqiptar, nuk ka, nuk do ja kthem mendjen. Unë po i ris rrogat, thot Edi Rama. I kam rritur, s'duan të punojnë, mos të duan. Ky është principi i Edi Ramës me shok. Ne nuk jemi dakord se normale kushtet e punës kanë qenë jo fort mira, njerëzit gjithmonë janë ankuar, se shqiptarët nuk janë dembele, edhe pse i kemi shitur shpesh si popull dembele, nuk punojnë. Jo, atë e tregojmë ne që kur dalim jashtëm kanë nivel pune. Të gjithë punojnë, vën jashtë e bëjnë punën dhe të njëjtën punë nuk e bëjnë në Shqipëri, pse? Kryesisht për pagën, po edhe kushtet e mënyra se si trajtohen. Kushtet janë e para. Kushtet janë e para. Mendoj se paga është e para. Jo, seriozisht edhe unë kështu, shiko ta mendoj ta shpjegoj pak se mendoj kështu, sepse edhe unë kam menduar deri në një farë pikë këtë. Domethënë që paga është e para, po paga është e para vetëm në Tiranë. Në asnjë qytet tjetër nuk është më paga e para. E di pse? Sepse në qytetet e tjera ne kemi një variabël të mirë në Shqipëri se cili jeton në shtëpitë e veta. Ose një pjesë shumë e madhe. Nuk po themi të gjithë, se ka. Po nuk do jetosh në shtëpi gjatë kur vjen një moment të dalësh. Ideja është se punëtorët e fasonerisë që bën pjesë të nëna ime në Berat, për shembull kanë ftohtë në dimër, po nuk pikon çatia. Kanë dyert hapur, janë 250 deri në 300 femra brenda, nuk ka një ngrohje. Ato janë, domethënë kanë çdo 2 javë, 3 javë janë 30-40 gradë sëmura në dimër. Se normalisht do sëmuresh. E kupton? E normalisht do bien ilaçe, me ato çmime që kanë ilaçe, ilaçi paguhen si në Gjermani, rrogat janë si në Shqipëri. E kupton se ilaçja është gjë që funksionon me treg botror, do ta bëj ilaçën pak ai ty se je në Shqipëri. Se prodhon do të Shqipëri, ti s'ke treg ta prodhosh, kështu që pikërisht. Jam shumë dakord me ty, po kam një bindje që po ti pyesësh rrethin ton shoqëror që është jashtë, thuash kthesh në Shqipëri valla ta kesh rrogën 3.000 euro, thon mi jep, iki direkt. Normale. Pastaj nëse do të futesh në sistemin shtetëror të punës, të punosh për administratën, pastaj jam shumë dakord që janë kushtet e individit që ke vërdall, që nuk do fare të kesh të bësh me njerëz të tillë, dhe ndoshta nuk është rroga aty. Po kryesisht po të më thuash mua, olla, kthehesh me kaq lek, nuk e di sa lek do më bindin e do më kënaqin. Po ke shumë vetë se kemi diskutuar me ca të tjerë që ne jemi materialist se na ka bërë kjo botë mizerje ku jetojmë, kështu është bota sot që suksesi matet me vlerë monetare, ke njerëz familjar që i njeh që kur ke lindur e të thonë, por se po vete kaq vjet, sa lek ke, a ke bërë lek, se buri ashtu matet, sa ke, a ke vënë gjë mjan, çfarë janë këto? Kështu që ne ky popull jemi, këto vend të parat. Ndryshimi vjen vetëm me ne, ndryshimi vjen me individ që sakrifikojnë. Nëse ne nuk jemi të gatshëm të sakrifikojnë të ardhme, edhe unë nuk e di në cilën formë do sakrifikojmë. Jo gjithkusht duhet kthehet në Shqipëri, jo gjithkusht duhet japi kontributin aty, por duhet rritur në ndërgjegjësimi qytetar ndaj qeverisbërjes, duhet që njerëzit jenë konshient për vendimet që marrin, dhe aty fillon ndryshimi. Edhe nga ata njerëz që janë brenda, të ndërgjegjësohen vëlla. Ta din çfarë është të votosh, ta din pse është e rëndësishme të kesh një kryeministër që e do vendin.
Këto janë ato gjërat që kanë shumë rëndësi. Pastaj, ndoshta edhe modelet e leadershipit në Shqipëri ndryshojnë, sepse edhe ne kemi ndryshuar shumë, dhe shpresoj që ajo të vi, që të kemi modelet ndryshme leadershipi dhe drejtuesish, që mos të jenë kaq të fokusuar për karrige dhe më tepër për dën kontribut shoqëri, edhe ecim nga aty pastaj, shohim si do marrë vendi. Ideja që ne nuk kemi edhe një sens kontrolli ndaj këtyre individëve, por do të shikojmë në një pjesë të madhe të shoqërisë të gjithë thënë që nuk do të sakrifikojmë gjithë të tjerë. Deri në një farë pikë edhe gjërat të vogla sakrificë janë, se ti më flisim tash për shembull për Scotch whisky apo Irish whisky, po flasim për politikën, nuk sakrificë quhet. Bleva unë biletë tash për shembull në maj për të votuar. Wizeri që unë jam 100% i sigurt quhet teori konspirative ti, po ishte në mëngjes për të ardhur atje, Wizeri ka thuar që unë arri në orën 18:40 tani. E kupton? Që nuk votoj dot më. Se nuk iki unë dot deri në Berat. Se kap dot. E kupton? Edhe këtë e kanë ndryshuar gjitha kompani, domethënë i kanë bërë sa më vonë të mundshme që janë përpara zgjedhjeve. Tani çfarë të bëj tjetër? 200 euro tani i lash për sezonin, se janë bërë dhe ato low cost kanë emrin kota, që as low cost janë. Low cost, po është kërkesë oferte edhe ajo. S'ke që bëna. Ideja është rezistenca shumë e madhe ose me kupton diskuton këto tema domethënë gjë më e pak që mund të dëgjosh që çfarë merresh me to që duhet, mos e përzihem me këto gjëra. Çat punë të prish ti ande valla, çfarë merresh ti kodën politik. Një farë të drejtë ju jap shumë njerëzve që mendojnë se ndryshimi nuk vjen nga jashtë, por historikisht Shqipëria ndryshimin nga jashtë e ka marrë. Nga jashtë e ka marrë, kështu që. Historikisht pavarësia është shpallur nga njerëz që kanë ardhur nga jashtë, që nga Skënderbeu e nga Ismail Qemali, dakordësimi merret nga jashtë, Ismail Qemali për të ngritur flamurin Vlorë bëri disa ndalime në Europë për të marrë miratimin e diasporës që ishte në atë kohë, në Rumani, në Vjenë e kështu me radhë, që nga Fanoli, Ahmet Zogu, raportet që kanë pasur, politikbërja në Shqipëri ka pas gjithmonë një influencë të madhe nga jashtë, kështu që edhe ne e kemi këtë fat, apo rilindasit me poetë ndryshëm që kanë jetuar jashtë Shqipërisë. Ironin Derada s'ka jetuar kur në Shqipëri, për shembull, s'ka shkelur kur në Shqipëri. Do me thënë, kontributi është dhënë shumë nga jashtë për si ndryshim në vend, periudat kanë qenë të ndryshme, atëherë luftohen me pushk e me shpat, sot luftohet me intelekt, luftohet me edukim, kështu që shpresojmë gjërat sistemohen. Ne gjithmonë do jemi të huaj jashtë, nuk ka më mirë se vendi jot, por gjë më e frikshme është kur ti nuk e gjen veten as në Shqipëri dhe as në Gjermani. Atje po kalojnë. Kur ti je diku në mes, që shkon në Shqipëri dhe realiteti është me të vërtet i frikshëm dhe nuk e gjen veten, nuk bie dakord me si mendojnë njerëzit dhe ç'a problematika. As nuk të pranojnë njerëzit më se më. Jo se nuk bie dakord, se edhe në Gjermani. Mos bie dakord është tjetër gjë. Edhe në Gjermani ja akoma një emigrant, kështu që është periudhë shumë e rrezikshme kjo në mes. Qofim. Shpresoj që do ketë një kthim të shqiptarëve. Ndoshta ndryshon edhe si më ta quaj politikbërja globale apo hapësira që u jepet individit në politikën globale, mënyra se si trajtohen të huajt, është lëshuar shumë këto periudhë, ka qenë fat i madh për ne normales, ka qenë njësoj para 30 vitesh. Ti je shef që shpeshherë ka ca parti politike shumë radikale që fitojnë të drejtën qeverisin vendet, e këto kryesisht janë kundër emigrimit dhe kështu me radhë. Ndoshta sa më fort të bëhet emigrimi, më lehtë do jetë për ne të kthehemi në Shqipëri edhe ta rigjejmë veten aty. Kështu që se di, është një periudhë shumë e rëndësishme për ne. Voti i diasporës në 2025 do jetë një faktor shumë i madh. Dhe unë shpresoj që aty të filloj kthesa, siç e thash edhe më para, që ndoshta ai është momenti ku ne do e kuptojmë që mund ta sillim ndryshime nga jashtë edhe me vot tani, edhe tuba, kur thonë.
Do e bëjmë, mashallah. Patjetër, ne jemi Unë jam shumë pozitiv, vetëm fakti që ne kemi hapësirën, ne kemi dëshirën për të diskutuar këto gjëra edhe në kohën tonë të lirë, sot e premte e pashkë, domethënë po merremi të gjë. Sot e premte 4:30 tani, kohë ideale për të bërë diçka tjetër. Car Freitag. Po. Edhe ana është si është Ostermontag? Ostermontag. Je po Car Freitag është më e bukur. Është bukur. Kështu është, aman, le të jetë pushim. Jo, mirë. Mirë zama. Shumë pushim. Thojnë çik njerëzit tani ku të gjejnë podcastin. Po të shpërndash ti këtu, po të shtojnë në logos. Mirë, po ta bëjmë kështu si jashtë shtetit të bush, ja hanta. Ku mund ta gjejnë cilin podcast këtë? Po të e din ata, që të gjejnë podcastin tuaj. Po këtë supozohet janë duke dëgjuar. Po pra, ne jemi shumë aktiv, do thosha, për momentin në Instagram, dhe aty kemi këto reaksionet më të mëdha me individ, që presim të komentojnë, bëjmë këto poll shpesh për tema të ndryshme, kështu që neve na gjeni në Instagram në Kub Podcast. I publikojmë të gjitha episodet në Spotify dhe në YouTube, edhe aty jemi në Kub Podcast, po të na kërkoni na gjeni shumë kollaj. Ne po përpiqemi që edhe më vonë të kemi një tip marrëdhënie të gjithë me podcasterët e tjerë në Shqipëri, kështu që do ishte mirë edhe ti shpërndanim shpesh punë e njëri tjetrit, kështu që edhe ashtu mund të na gjeni të ardhmen, jam i bindur. Po për momentin në Instagram jemi aktiv, Spotify dhe në YouTube i gjeni të gjitha episodet që ne shpërndajmë. Bëni like, share, si e kaj, shkruani në Facebookun tim, po jo. Gjithsesi nuk shkruajt gjitha do jetë në description, nuk diskutohet fare, do jetë kanali në Spotify, kanali YouTube-it edhe Instagram. Këto tre. Dhe numri telefonit Semit për ato që për tax consultancy. Kemi edhe një TikTok që e kemi hapur, po duhet flas me grupin e marketingut, sa aktiv janë ata aty, nuk e di se do shumë kohë edhe ajo. Po edhe në TikTok na gjeni. TikTok mund të jemi pak më të lirshëm. Po edhe në Instagram e këto reels edhim ca batuta, ca momente kur jemi bashkë në dimët. Super fare. Plako. Ishte kënaqësi. Kënaqësia ime apo super. Kënaqësia do të dëgjojmë herën tjetër me patjetër. Domethënë herën tjetër do t'ju vim se na keni ardhur, pastaj kështu është. Herën tjetër do se un kam shumë gjëra, domethënë jashtëzakonisht shumë gjëra që dua të flasim bashkë, të diskutojmë bashkë, edhe domethënë vetëm dy tema kemi konsumuar sot nga ato që un doja, kështu që do dëgjojmë herën tjetër. Shumë faleminderit. Kënaqësi edhe për mua, u kënaqa shumë në këtë Car Freitag që e kaluam këtu. Kështu që dëgjim të këndshëm gjithëve, shpresoj edhe juve t'ju pëlqej edhe të qëndrojmë në kontakt shpesh. Super. Ciao. Ciao, po që faleminderit.